Përshëndetje shenja e Akrepit. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Kjo panoramë javore për ju flet për marrjen e kontrollit mbi fatin tuaj, përballjen me të vërteta emocionale dhe përdorimin e vendosmërisë si forcë drejtimi. Është një javë ku ju nuk jeni më në pritje të ngjarjeve, ju bëheni autoriteti, zgjedhësi dhe mbrojtësi i vetes suaj, sepse si fjalë kyçe gjatë kësaj jave, ju ka rënë në prizëm orakull determination. Pra, vendosmëria, që është thelbi që përshkon çdo sferë, dhe kjo nuk është vendosmëri impulsive, por një forcë e qetë dhe e vetëdijshme që lind nga përvoja dhe nga e vërteta që ju tashmë e ndjeni brenda jush. Kalojmë në gjendjen tuaj personale ku kemi perandori, 4 shkopin, kalorësi i kupave dhe mbretëresha e shpatave. Në gjendjen personale, duket se këtë javë ju hyni me një energji që kërkon strukturë dhe sovranitet mbi veten tuaj. Perandori tregon se shpirti juaj nuk është më në fazë pasigurie. Ju po ndërtoni kufi të rinj, rregulla të reja dhe një stabilitet që nuk varet më nga emocionet e paqëndrueshme. 4 shkopinjtë është një shenjë fortë stabiliteti i brendshëm. Brenda jush ekziston një moment paqeje, një ndjenjë se pavarësisht stuhive të kaluara, ju keni arritur disi në një pikë ku shpirti juaj ka gjetur tokë nën këmbë, le të themi, dhe ju mund të ndjeni një moment të vogël gëzimi, një realizim të brendshëm ose një ndjenjë përkatësie me veten tuaj. Kalorësi i kupave sjell dimension emocional. Ju nuk jeni të ftohtë, përkundrazi, ju jeni ende romantik në shpirtin tuaj, ende të hapur ndaj ndjenjave dhe ëndrave, por ndryshimi është ky që ju nuk jeni më, si të thuash, të gatshëm të humbni veten për një iluzion. Dhe mbretëresha e shpatave është versioni juaj më i kthjellët. Ju shihni të vërtetën pa filtra. Nuk mashtroni më veten, nuk mund ta mashtroni më veten dhe ju nuk romantizoni atë që nuk ka substancë. Pra, ju jeni të aftë të ndjeni, por edhe të vendosni kufi të prerë. Kartat këshillojnë që ju duhet të vazhdoni të mbani këtë lloj ekuilibri mes zemrës dhe mendjes. Mos e mbyllni zemrën, por mos e dorëzoni fuqinë tuaj emocionale pa siguri, sepse jeni në një pozitë ku qartësia është arma juaj më e madhe. Kalojmë tek familja. Në familje kemi perandoresha, njeriu i varur, 6 shkopinjtë dhe 5 kupat. Në sferën familjare ekziston dashuri e thellë, por edhe një ndjenjë sakrifice ose pezullimi emocional. Perandoresha tregon lidhje të forta emocionale, kujdes dhe një burim dashurie që ekziston në jetën tuaj. Ju ose jeni kjo figurë për dikë ose dikush është për ju. Ekziston potencial për shërim dhe mbështetje të ndërsjellë. Por njeriu i varur tregon se diçka ka qenë në pritje. Ju mund të keni sakrifikuar shumë nga vetja, ose keni pritur që një situatë familjare të ndryshojë pa ndërhyrë ju drejt për drejt. 6 shkopinjtë është shenjë fitoreje dhe njohjeje. Ju do të shiheni, do të vlerësoheni, do të ndjeni një lloj rehabilitimi emocional në këtë lloj sfere.
Megjithatë, 5 kupat tregon se ende ekziston një plagë emocionale, një shkënjim, një humbje ose një ndjenjë se jo gjithçka është ashtu siç duhej të ishte. Kartat këshillojnë që ju duhet të pranoni se jo çdo plagë mund të zhduket menjëherë, por ju nuk duhet të mbeteni të fokusuar tek ajo që mungon. Shikoni atë që ende qëndron, shikoni lidhjet që janë ende të gjalla. Shërimi vjen kur ju ndaloni së jetuari në çfarë mund të kishte qenë. Pra, mos ndaloni tek e shkuara. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 2 shkopin, të 10 shkopin, të drejtësia, kalorësi i shkopinjve dhe mbreti i shkopinjve, këto 2 karta rënë së bashku njëkohësisht. Dashuria është fusha më intensive dhe më transformuese për ju gjatë kësaj jave. 2 shkopinjt tregon një moment vendimi, ju jeni në udhkryq emocional, po shikoni drejt së ardhmes dhe po pyesni veten, a është kjo rruga ime? Apo ekziston një rrugë tjetër që më pret? 10 shkopinjt tregon lodhje, ju mund të keni mbajtur shumë peshë emocionale, ndoshta keni qenë ju që keni mbajtur marrëdhënien i vetëm ose e vetme, ju që keni dhënë më shumë, ju që keni luftuar më shumë. Drejtësia është karta e së vërtetës karmike. Çfarëdo që ndodh në dashuri këtë javë do të jetë rezultat i balancës së vërtetë. Nëse dikush ka qenë i sinqert, e vërteta do të forcohet. Nëse ka pasur padrejtësi, ajo do të zbulohet. Kalorësi i shkopinjve dhe mbreti i shkopinjve tregojnë një energji shumë të fortë mashkullore. Kjo mund të tregojë një person që hyn me pasion, vendosmëri dhe dëshirë për veprim. Pra mund të jetë dikush që vjen në jetën tuaj ose jeni ju që konvertoheni në këtë lloj energjie pasionante dhe të zjarrt. E ky person mund të kalojë nga faza e paqëndrueshmërisë si kalorës në fazën e pjekurisë dhe stabilitetit, pra që bëhet nga kalorësi i shkopinjve që është ky këtu, bëhet mbret, pra rritet. Edhe kjo do të thotë se ju mund të shihni një transformim në sjelljen e dikujt, ose do të bëhet më serioz, ose ju do të kuptoni qartë kush është ai në të vërtetë. Pra, pak a shumë narrativa shpirtërore në dashuri mua më lë të nënkuptoj se ju nuk jeni më në fazën e pritjes pasive. Universi po ju vendos në një pozitë ku ju duhet të zgjidhni veten tuaj, ose Zoti po ju vendos në një pozitë që të shikoni veten si prioritet. Edhe nuk duhet të mbani më pesha që nuk janë tuajat. Ju duhet të pyesni veten, a më zgjedh mua ky person me të njëjtën forcë që unë e zgjedh atë? Nëse përgjigjja është po, marrëdhënia mund të hyjë në një fazë më të fortë dhe më të qëndrueshme. Nëse përgjigjja është jo, ju do të gjeni forcën për të ndryshuar drejtimin. Dhe në këtë rast, kartat këshillojnë se ju duhet të kërkoni barazi, jo vetëm pasion. Pasioni pa drejtësi është konsumues. Ju meritoni një lidhje ku forca dhe respekti është reciproke. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 3 kupat, bota, asi i shkopinjve dhe 5 shkopinjt. Në sferën profesionale duket se është një javë e fuqishme për ju. 3 kupat tregon bashkëpunim, mbështetje dhe mundësi për të festuar një arritje ose për të ndarë ide me njerëz që ju mbështesin. Dhe bota është një nga kartat më të fuqishme. Ajo tregon përfundimin e një cikli dhe hyrjen në një fazë të re. Ju mund të përfundoni një kapitull dhe të hapni një derë të re që ka potencial shumë të madh.
Asi i shkopimve është fillimi i një pasioni të ri, një ide e re, një projekt i ri ose një shkëndijë që mund të ndryshojë drejtimin tuaj. 5 shkopim tregon konkurrencë ose tension, por kjo në këtë rast nuk është negative, është një provë e forcës suaj. Dhe këshilla e kartave është që ju nuk duhet të tërhiqeni nga sfidat. Ju duhet t'i shihni ato si prova që ju jeni në rrugën e duhur dhe se forca juaj do të formohet përmes përballjes, jo përmes shmangjes. Kalojmë në mesazhin e Prism Oracle ku kemi determination, kemi vendosmërinë. Vendosmëria është çelësi i gjithçkaje këtë javë. Ju nuk jeni më personi që ishit, ju keni kaluar përmes transformimeve të thella dhe tani jeni në një fazë ku Zoti po ju kërkon të veproni me vetëdije. Prandaj duhet të besoni në autoritetin tuaj të brendshëm. Ju duhet të mos dyshoni në intuitën tuaj, të mos pranoni më pak nga sa meritoni. Kjo javë nuk është javë për dobësi, kjo është një javë për sovranitet. Paçim.